Unë? Unë e kam një të preferuar tjetër, janë dy. Po? Në ata nuk e ki në emën aty. Po na thuaj pak. Blerim Shalën, është një njeri shumë i përgatitur për të gjitha aspektet, si politike, si shoqërore, si politike, të gjitha. Po mëse sa shtajtën, për që ki dëshirë në të dha dhe jamën aty, Po, të lutem. edhe pse në 2020-ën ju ndaj zhgënjym shumë me presidenten, ish presidenten, por momenti geostrategjik e lyp ata. Kush? Momenti geostrategjik. Strategjia ndërkombëtare ose kushtet ndërkombëtare. E lypin Vjosa Osmanin aty. A preferenca janë është ma shumë për blerimin, por mëse s'është aty edhe për Vjosa. Faleminderit shumë. Se po thojnë këta, po vetëm një anë që ose më lejan shkurt shumë. Po, të lutem. I ka fitu lëvizjeve të vendosje votat, 51%, por nuk i ka fitu për monarki, edhe për komunizëm. Pushtetin demokratik më nda. Ai që e ndan pushtetin, ai shtet është demokratik. Ai shtet që i merr të gjitha funksionet, në dorë të vetën, aty është komunizëm edhe monarki.